Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të përherë. Mos i fusni në gojë bananet nëse vuani nga kjo sëmundje. Bananet njihen si një frut që na jep energji, ndaj janë një zgjidhje e shkëlqyer për mëngjes. Megjithatë është më mirë që t'i hani ato në kombinim me ushqime të tjera si drithrat dhe asnjëherë vetëm me stomakun bosh. Bananët nuk rekomandohen për një grup njerëzish me probleme të caktuara shëndetësore. Bananet mund të jenë një problem serioz në situatat kur keni ndonjë nga sëmundjet të zorëve në fazën akute. Personat me gastrit këshillohen që bananen ta fusin në ushqimet e tyre në mënyrë që të ulin thartirën e lukthit dhe rrezikun nga djegësia. Por në rastin e sëmundjeve të zorës në fazën akute, më mirë është të shmangni këtë frut aq më parë kur është fjala për bananet jeshile dhe të papjekura, sepse ato kanë në përmbajtje të lartë natrium, prandaj mund të veprojnë si diuretik. Bananet e pjekura veprojnë në mënyrë laksative, ndaj ky frut është i dëmshëm për ata të cilët kanë çrregullime të zorëve ose sëmundje gastrointestinale në fazën akute. Mund të shkaktojë gjithashtu edhe fryrje. Mjekët paralajmërojnë se personat me gastrit nuk duhet të kombinojnë bananen me asnjë produkt tjetër dhe konsumi vetëm i mundshëm është me kefir, salckosi, djathë të freskët, qumësht ose mollë. Ato gjithashtu theksojnë se nëse hani banane me stomakun bosh, sasia e magnezit në gjak rritet ndjeshëm, gjë që mund të jetë gjithashtu shumë e dëmshme për shëndetin e zemrës. Padyshim bananet, qofshin më të pjekura ose të papjekura, janë një frut i preferuar që domos mund të shtohen në dietën tuaj. Ngrënia e bananeve për njerëzit me gastrit është e nevojshme për të neutralizuar aciditetin e stomakut dhe për të zvogëluar urthin. Megjithatë, në rastin e sëmundjeve të zorëve në fazën akute, është më mirë që t'i shmangni ato citonel.com. Sipas ekspertëve, bananet jeshile të papjekura janë të pasur me natrium dhe kështu mund të veprojnë si diuretik. Por kush nuk duhet të hajë banane të pjekur? Bananet e pjekura kanë efekte laksative, ndaj janë të dëmshme për njerëzit me çrregullime të zorëve ose sëmundje gastrointestinale në fazën akute, sepse mund të shkaktojnë fryrje. Ekspertët vënë në duke gjithashtu se bananet e mesme sigurojnë energji të mjaftueshme për stërvitje 60 minuta ose punën me vështirësi fizike. Nëse fruti thahet, përmbajtja e tij kalorike do të rrisë edhe me 5 fish problemet. Sipas nutricionistëve, nuk duhet të konsumoni banane nëse vuani nga probleme të zorëve në fazën akute. Banania, ky frut i verdhë egzotik, jo vetëm që është i shijshëm, por nëse konsumohet si duhet, mund të ofrojë shumë përfitime. Një banane në ditë pastron organizmin nga toksinat, mban sytë e shëndetshëm, lëkurën e lëmuar dhe ju ngre humorin. Nëse mendoni se me kaq mbaruam, gaboheni. Jo të gjithë e dinë se bananet janë të pasur me antioksidantë të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga radikalet e lira. Bananet forcojnë sistemin nervor dhe ndihmojnë humbjen e peshës më lehtë. Janë një burim i mirë i potasiumit, magneziumit, vitaminës B6. Bananet përmbajnë 450 mg kalium, 30 g karbohidrate, 3 g fibër, 19 g sheqer dhe 1 g protein. Gjithashtu, një nga frutët me përmbajtje më të lartë të kaliumit ndihmon personat që vuajnë nga hipertensioni dhe kjo është banania. Falë ndihmës të madhe që do t'i ofrojë trupit, do të jetë gjithashtu mjaft të dobishme dhe në rritjen e vlerave të shëndetit tuaj. Nga pikpamja ushqyese, bananet përbëhen kryesisht nga uji rreth 75% dhe është një burim i mirë i vitaminës A, C, B, sidomos kompleksit të saj dhe mineraleve që përfshin mangan, të dobishëm për kockat për të luftuar radikalet e lira, përgjegjëse për plagën qelizore, kalium i rëndësishëm për muskujt dhe presionin e gjakut dhe seleni, i cili ofron përfitime sistemit imunitar. Një banane në ditë mund të ofrojë shumë vlera, por ekspertët këshillojnë të mos e konsumoni në mëngjes me stomakun bosh, në mënyrë që përfitimet e saj të jenë më të larmishme dhe të evitoni gjithashtu një sër gabimesh që mund të bëni në konsumin e saj. Duke konsumuar 1 deri në 2 banane të pjekura në ditë, do të merrni përfitime të mira për shëndetin tuaj dhe do të mbani larg disa komplikacione. Një banane e mesme përmban rreth 110 kalori dhe 450 mg kalium, të cilat janë shumë të vlefshme për trupin. Gjithashtu, duke konsumuar çdo ditë banane do të rrisni energjinë e nevojshme të trupit. Megjithatë, për shkak të indeksit të lartë të glicemisë, ngrënia e bananes mund të rrisë dëshirën për ëmbëlsira. Para se të fillojmë, ju kujtojmë se bananet nuk duhet i konsumoni me stomakun bosh.
e pasur me antioksidant, të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e trupit ton nga veprimi i radikaleve të lira, të afta për të forcuar sistemin nervor dhe aleatet e humbjes së peshës. Banani është një frut që jep organizmit përfitime të shumta, ndër to mund të përmendim: ka një funksion të mirë kundër plakjes. Bananet kanë në veti të shkëlqyer antioksiduese falë pranisë së flavonoideve dhe flavonoideve të afta për të parandaluar luftën e plakjes. Është e mirë për muskujt. Në fakt, bananet janë të pasur me kalium, një mineral thelbësor në funksionin e duhur të sistemit nervor, muskulor dhe kardiovaskular, dhe me magnez, i cili ndihmon në relaksimin e muskujve, ndihmon në funksionin e duhur të zorëve. Bananet janë një frut astringent, prandaj janë të dobishme për të marrë gjatë episodeve të diares. Është një aleat i shkëlqyer i zorës dhe mbele dhe është i pasur me substanca që ndihmojnë me tretjen, duke përmirësuar kështu aftësinë e trupit për të thithur kalcium. Rrit ndjesinë e ngopjes falë fibrave bimore që përmban. Është një racion perfekt për atletët. Bananet në fakt janë të pasur me kalium dhe natrium, dy minerale që humbasin më shumë nga diërsitja. Për më tepër, ju sigurojnë në muskujve karbohidratet që nevojiten për të mbajtur një antioksidues që ndihmon në rikuperimin e tyre. Janë të mira për zemrën. Kaliumi në fakt ndihmon në mbajtjen e rregullimit të ritmit të zemrës dhe ka veti hipotensive, ndërsa marrja reduktuar e natriumit ndihmon në mbrojtjen e sistemit kardiovaskular nga hipertensioni. Është një burim i mirë i vitaminës C. Një banane e mesme siguron rreth 15% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C, e cila lufton në radikalet e lira, ndihmon në parandalimin e inflamacionit, kontribon në forcimin e kolagjenit dhe ndihmon në mbajtjen e enëve të gjakut të shëndetshme. Përmirëson përqendrimin. Kaliumi në fakt ndihmon për të mësuar për të ofruar edhe vlera më të mira në përqendrim, duke mbajtur mendjen më të kthjellët. Për më tepër, sipas një studimi të kryer në Shtetet e Bashkuara në Kolegjin Albert Einstein në New York dhe të publikuar nga Shoqata Amerikane e Zemrës, ngrënia shpesh e bananeve zvogëlon riskun e goditjeve në tru në menopauzë. Prandaj duhet të konsumoni banane, por gjithmonë brenda normës lejuar për të marrë vetit pozitive të saj në dobi të organizmit dhe për të sjellë vlera më të mira të shëndetit tuaj. Të gjithë jemi rritur duke dëgjuar, një mollë në ditë mban mjekun larg, por rezulton se përfitimet e një banane në ditë mund të jenë po aq të mira. Bananet janë të mbushur me vitamina dhe lëndë ushqyese dhe kur hani një banane rregullisht, ato ndihmojnë në ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Me fjalë të tjera, ngrënia e një banane në ditë është padyshim mënyra më e qetë dhe më e shëndetshme e trupit tuaj. Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend të mos e teproni me marrjen e përditshme të bananeve. Sipas Healthline, duhet t'i përmbaheni edhe rekomandimit për 1 ose 2 banane në ditë, por jo më shumë se kaq. Ngrënia e tepërt e çdo ushqimi, qoftë edhe një ushqim i shëndetshëm siç janë bananet, mund të çojë edhe në shtim të peshës dhe mungesë të lëngjeve trupore. Është e rëndësishme që banania të konsumohet gjithmonë brenda normës për të ofruar përfitime të larmishme në dobi të organizmit tuaj. Bananet janë një burim shumë i mirë i energjisë trupore. Bananet janë të pasur me karbohidrate, veçanërisht sheqera natyrale si fruktoza, glukoza, saharoza, që ofrojnë energji më të shpejtë. Bananet gjithashtu janë të pasura me kalium. Ato janë një burim shumë i mirë i kaliumit, një mineral i rëndësishëm për funksionin e duhur të zemrës, rregullimin e presionit të gjakut dhe në shëndetin tuaj të muskujve. Ato janë të pasura gjithashtu me fibra dietike. Bananet përmbajnë fibra që ndihmojnë në përmirësimin e tretjes, reduktimin e rrezikut të sëmundjes dhe ndihmojnë në kontrollin e niveleve të sheqerit në gjak. Përmbajnë vlera të larta të antioksidantëve. Bananet përmbajnë antioksidantë si dopamina, vitamina C që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Ato kanë përfitime gjithashtu të mira edhe për organizmin, duke rritur kështu edhe nivelin tuaj kundër stresit. Padyshim bananet ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit dhe të ankthit për shkak të përmbajtjes së vitaminës B, që është e rëndësishme për shëndetin mendor. Bananet janë të lehta për të konsumuar dhe mund të përdoren në shumë mënyra, duke filluar nga smoothie, lëngje ose të konsumohen ashtu siç janë, dhe përfitimet që do t'i ofrojnë në shëndetit do ta bëjnë gjithashtu një ndihmë shumë më të mirë në dobi të tij. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.